Që finale e banë këtë shtyrë. Ma që mërzit. Për shka? Se a ke prajnë mirë bja. Ani ajo reflekton. A mendove ti këtë jeta ku më konë mirë, a? Që shto jeta? Unë jam të folë për Big Brother. Jo, nërmaj që ju, ama ludo se di për Po du të me reflektu mare gabimet? Si. Çdo njeri bën gabime dhe e di ama që nuk e di jam të një vete për një me shumë keq se nuk jam konu në qëto 3 muaj ditë pa dehava për shka për në ma prish në fund edhe për një me. Kur s'ta ka prish marë? 2 muaj ditë shka s'm kanë thonë prime? Mentaliteti zisran shqiptar, nuk je litar i fort, një aty, kështu, në le, pa ato shkat. Ajo një mendim, por me reflektu, duhet edhe ti me reflektu, se 19 vjetë i ki, mësohesh, njët gabimet i mëson edhe njët të kojetën edhe mas Big Brother. Ti du me pak të Big Brother si mësim, dhe më thonë kur dhe... Nuk e vëtë s'po e kuptoni për një me që une e kisha menagju qatë situatë shumë a mirë nëse nuk isha kun vetë e mërzitne që e kum di vetën se ma kanë këthu shpinën këta 2 vitë se shkuva në finale. E kum një vetën keq, pse unë shkuva para tyve në finale, pse... Jo, ata s'kene bërë në Në një ata që unë i kum shfridzu kur pasha zotin nuk e kum bo kohër. Po qëre, njani, qëre, kur janë o psikologjike, oj e ljorë. Unë nuk e kum ditë kush janë këta jashtë, na jena kun shok parë se më shpall i preferum, edhe Londrimi edhe unë. Po, ti mundet me një format, ku një person mundet me fitu, qatë shok të ngusht mu konë. Mu s'ma ka rok logika, jo theshin i katuti. O ludo, unë këtu nuk jom hi si fituse, unë këtu nuk jom hi, unë vetëm në finale se kum pa Alimu fituse, unë nuk jom hi këtu, unë jom hi këtu për eksperiencë me shfridzu audiencën, me mujtë me kriju diçka, me mnjoft njerës. Të lutem kontrolloje mikrofonin. Me mnjoft njerës. Jajtë në dhone, por, dush me kuptu, se këtë mi ka rarë zhetoni, qatë moment se kanë po, na du të mi dhonë gaz, se kur konë së të këkvi. Atëherë. Do me thonë e kanë shfridzu qatë situatë, qatë debat. Këtë në debat? Me dolqen. Ja, me dolqen debati ka dhez. Po këta po thonë që këtynve ju kanë ra dëshimet. Për çka dëshimet? Në momentin që me demek se për mu, e qëta s'pe kuptoj këta po thonë, na nuk kena thonë shu që fake. Po për derisa ju po dyshoni, a ju ku mashtu, as ju ku mashtu, kjo do të thotë, kjo le me në kuptu që ju dyshoni që unë jam kon shu që fake. Qëre, fund ditës ti du të me kuptu këtë se shoqnin e vërtet e ki jashtë. Kur... Ludo Li, të lutem kontrolloje mikrofonin. Shka o bo, bre, lovi madhë? Kur ti e kuptën, unë s'po të tham se nuk i një konë shok të vërtet, ose shok shtu, po kur ta kuptush fund ditës, vëlla mu konë, e jeme një format që shtu, ti nimon, por kur e kupton se viç njani mundet me fitu, shka ban, i jep gaz vete, ndryshon lojene. Po, unë e thash pra aty u kun, problemi jam që unë kur që t'loj, nuk e kum këqy si loj, kur nuk e kum këqy me sportivitet, po të gjithmonë i ku marrë senet për një me, ka pas roste këtu mrena që për një me kum shkatru veten t'u vujt për senet që si janë për mu vujt, t'u marrë parasysh që jena me një loj. Edhe për mu, në momentin Po, se ki morë shumë me emocion. Po, normal, edhe në momentin që dikush më ka ofendu, unë për një me i ku marrë shumë a fërzame, unë e di veç gjenjen që që kum pas, ose që që jam një edhe qatë debat, nuk e di do me thonë. Cëllën debat me Dolgjën? Po, a i ka rrjedh të qysh zdi, jom kun shumë e mërzitshme për faktin që thesha, a din mas ju shpalla finaliste, edhe i niva krejt që ato muabetit ju e normal që unë e mbroj vetën. Amo, kur e kum pa që edhe këta 2 po më largohen, thesha, a din... Jo, qëre. Apo menojnë edhe ata 2 qashtu a? Të debati me Dolgje, kur folki Dolgje pjesën e mashtrime o aty, hajde edhe une me të vërtet e lash, por kur kanë qudit këta 2, kur Dolgje të thëjki për shamëll si debile ose idiot ose këto, këta nuk e nalqen Dolgje, nuk ishë nonën tonë, por rëshën si... Që ajo mu më ka lëndu. Oke, aty ta jap 100% sigur. Unë nuk më kanë mërzit fjallë të Dolgje, se unë tek e fundit, pasha zotin unë e di kush janë.
Unë e di për çka jam në gjendje, unë e di çka muj me bo e çka s'muj me bo. Ata në hajtë se po të veson e ty, kur ta kthejsh ti pi fillimit të na të debatën me Dolgje, a me ndonë të se të ka konë që kështë qni qaç real? Që ose në momentin kur ti shpallës finaliste këta nuk të brojnë? Unë mendoj që u kun real, po mendoj që në momentit që në shpall në finaliste këta normal që e këqyën vetën. Unë të thash. Edhe pse unë nuk e di, unë e kisha pas, se di mu publiku më ka votu të qka dikush po mdoj ke. Ja, por se kish ku në finale ta kam vlerësu e kam thonë vetë, nuk ta ka falë kërkush finalen. Harraje. S'ta ka falë kërkush finalen e ke meritu, sjellja e këtinve dëve dhe ty mu një sen ma rogë këto logika, sepse këtu shihet se si cili për juve, funditës, e ka pos interesin edhe egon e vetë me nejt me njani tjetën. E qka ku kun interesin? Interesi jëtë e kini vetën mirë. E para. Interesi jëtë energjia mirë. Interesi jëtë ka konvenu. Do më thonë, ti ki bon t'i shka për ta, po ti në funditës e ki bon për interes tonin. Që s'ki najti me mu? Ludo, unë kum najt me ta se ma ka një zemra me najt me ta se... Ta ka një zemra se kini vetën mirë. Unë kum full me ta se që s'kisha mujt mi full me juve kur. Bravo, e kini vetën mirë, por në funditës e ki bon për interes tonin. Edhe dyqysh nuk e di fakti që Që ta shku ra qaj fakt edhe masanej dyqysh si me ma këthy shpinën nëse si me janë anash, nërma që më lëndën se ta një thëmë asë për më vlerësuar shoqënia që e kum pas qëto mrena 3 muj dit ose të mira që i kum bo qëto mrena 3 muj dit. Së vlerësohet sepse kur vjen dita të parja, vjen dita të çmimi, vjen dita të fitoria, sukur të kam thonë këtu në The Big Brother, jo jashtë, normal se si cili thot, wow, unë e pas na këshyr interesin tem, po dhe kjo te këshyrun interesin tem, kjo shkojnë finale, ta është du me këthy vla dhe du me... Por, kur ta jap drejta, që kjo këthymja 360 gradë mu për më qudit. Do më thonë se këtu u konë vëq interes. Për janë se me valoj, unë s'kom pas interes kur. Përveç se jam di mirë me ta. E një po,